Disa për shumë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ju kanë përmbajt udhëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe u kanë ndodhur ajo që u kanë ndodhur, pastaj kanë pyet, ka ndodhur kjo? Ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Wa min indi anfusikum", kjo është për shkak të juve, për shkak të gabimeve të juve, "wa ya'fu an kathir", dhe për shumë gabimet tona Allahu subhanahu wa taala na fal se sikur të dërmte Allahu për të gjitha gabimet që i bëjmë, nuk kish mundësi me lëviz asnjëri prej neve në ose mbi sipërfaqen e tokës. In tansurullahi yansurkum, nëse ndihmojmë fenë e Allahut, Allahu subhanahu wa taala ka më në ndihmu neve. Dhe nëse besimtarët muslimanët kanë dështojmë, ose ajo që shihet për momentin se janë të dështuar, është për shkak se nuk e kanë ndihmu fenë e Allahu subhanahu wa taala dhe nuk e ndihmojnë ashtu sikur ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se kur Allahu subhanahu wa taala turnon për një gjë dhe të jep udhëzimet se kjo nëse veprohet kështu do të arrish suksesin, nuk është e mundur që ne të veprojmë ashtu siç ka thënë Allahu, pastaj të dështojmë. Kjo nuk është e mundur. Dështimet e tona, për ullet e tona ndaj të tjerëve vinë për shkak të asaj se nuk e kemi quajtur në vend amanetin me të cilin e ka nërkua Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe në një hadith të saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, atëherë kur nuk do ta bëni fenë që ka thonë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bajetul mu'min, por do të jeni të kënaqur me fitimet e kësaj bote, qofshin ato edhe të jenë nëpërmjet haramit, nëpërmjet kamotave dhe të tjera. Dhe do të jeni të kënaqur të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ecni pas bishtave të lopëve dhe do të jeni të kënaqur me punimin ose me çështjet e kësaj dynjaje, sallallahu alaikum dhilla. Në transmetim Allahu subhanahu wa taala do t'ja vendos juve për uljen, poshtrimin ndaj të tjerëve. Në një transmetim tjetër sallallahu alaikum aduwan min ghayrikum, Allahu subhanahu wa taala do t'u aqën mbi ju kokat e juve një armik i cili nuk do t'jetë për juve, pra nuk do t'jetë besimtar, por do t'jetë kafir, nuk mundi më u kthy në rrugën e drejtë, hatta tarji'u ila dinikum, derisa të ktheheni në fenë e juve, kurse feja jonë është feja në të cilën kanë qenë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.